Zoti Berisha, ju thatë që takimin në mes çështjeve që u diskutuan ishte edhe çështja e financimit të partive. Çështja kryesore, kjo ishte çështja. Por a është e vërtet që Komisioni Venecias ka shprehur mos dakordsi dhe ka kundërshtuar draftin e përbashkët të miratuar nga PS dhe PD në Komisionin e posaçëm të reformës zgjedhore? Unë nuk di të ketë asnjë draft të përbashkët. Draft ka. Jo të miratuar. Shif, më falni. Drafti propozuar që ka kundërshtuar edhe SB-ja. Praktikisht nuk ka akoma opinion e Komisionit Venecias në lidhje me draftin. Ka një draft të OSB Odirit, i cili ka një opinion të OSB Odirit, i cili është pjesë e punës që do bëjë komisioni për të çuar më tej ligjin e financimit të partive politike, por Komisioni Venecias shpreh në datë 13 qershor. Pra, di që Odir ka sjell rekomandime, do të thosha të shkëlqyra. I mbështesin ato rekomandime? Plotësisht. Ka bërë një raport të shkëlqyer, të cilin pa diskutim që ne e përfillim dhe e marrim shumë parasysh, natyrisht presim dhe rekomandimet e Komisionit Venecias. Nuk di asnjë lloj dakordësie gjerësot midis drejtuesve të Komisionit Reform, sepse nuk kanë marrë materialin për shqyrtim, presin të gjitha këto dhe pastaj do shqyrtojnë.